Kandidatja për deputet e Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër, Matilda Matia, ka zhvilluar një takim në Kurtëzi, ku diskutua për shqetësimet kryesore të banorëve dhe nevojën për zgjidhje konkrete. Gjatë takimit, Matia tha se gjatë këtyre viteve të qeverisjes së PS-s janë shtuar hata e qytetarëve, teksa shtresa më prekur janë pensionistët. E di shumë mirë që gjatë këtyre 12 viteve na janë shtuar hallet. Na janë shtuar hallet në supe, sigurisht mjafton vetë jeta që është shumë e ndërlikume, po na janë shtuar tarifat, na janë shtuar çmimet, taksat, rrobat ndërkohë sa janë rrit me të njëjtin ritëm, pensionet mësonaj. Ky zotnia veti që do të thonë kanë pensionin 78.000 lekë. 70.000 lekë absolutisht. Operojnë me bursën, kur dojnë bursën aplikojnë, kur sa intereson nuk aplikojnë bursën, bëjnë bursën tonë. Janë të tana gjona që mikojnë edhe na shtojnë hallet mi supe tona. Një në shtresat më të prekuna janë pensionistët. Si e shërë zotnia, aq sa merrte ai është pensioni mesatar në Shqipëri, 70 deri në 80.000 lekë, që është për të ardhur keq. Për njerëz që kanë kontribuar, që janë lodhur ton jetën. Kandidatja Matia u ndal për të folur edhe për programin e Partisë Demokratike. Po a din ti se 200 euro shi mas 100 ditëve që ne t'jena në qeverisje, s'ka me pas një të vlerë që ka sot. Se çmimet kanë ullë, ka më ullë karburanti, ka më ullë energjia elektrike, ka më ullë çmimi ujit, ka më ullë të tana. Do me thonë ai 200 eurosh ka me dollë shumë ma shumë. Ndoshta jo të ti zoti veti më shku me punu me marrë ma shumë. Po pensionistat, që sot s'janë zot me dorë me punu ma. Po për fat keq shumicën i shef në punë. Për fat keq shumicën i shef edhe të pagu sigurimet. Ironia e fatit, jenë pension shkoj e punon paguj pak sigurimet. Kuna ka çu ky shtet ne? Që mos flasim më për bujqësinë, secili për jush. Ose punon në Malzi, shkon atje ton ditën, 7 motor dita, se nuk ju del 2 motor, se kemi edhe rrugën në shkuar marr. Ndërkohë banorët i shprehin kandidatës Matilda Matia mbështetjen e plotë për zgjedhjen e 1 majit.